Qëndrim për çka? Qëndrim në lidhje me një marrëveshje potenciale me Vetëvendosjen. Tani, siç e dini, nuk ka marrëveshje, do të thonë në momentin kur ne po flasim dhe tash kur e kemi takimin, nuk ka marrëveshje, nuk ka koalicion, kështu që nuk mund t'jap qëndrim për diçka që nuk ekziston në fakt. A jeni informuar se çfarë pozita ka kërkuar kryetari i LDK-s, ose çka ka kërkuar saktësisht në takim? Unë nuk i di detajet e takimit, po nga ajo që kam parë në media, do të thonë kryetari i LDK-s me të drejtë, më duk që insiston në pozitën e presidentit. Mendoj që pozita e presidentit do të siguronte një balancim të pushteteve në Kosovë dhe kjo do të ishte në favor, do të ishte një sigurisë për Kosovën, edhe do të ishte një sigurisë gjithashtu për lidhjen demokratike të Kosovës. Mbështesni ju një marrëveshje që nuk kërkoi presidentin e LDK-s? Dëgjoni, për marrëveshjen nuk mund të them që e votoj ose nuk e votoj, pa e pa natyrën e marrëveshjes. Ka marrëveshje gjithfare, do me thonë ju e dini në vitin 2014 LDK-ja përmes marrëveshjes ka marrë kryeministrin dhe ka marrë gjysmën e qeverisë, por ka edhe marrëveshje të tilla, atë që po e ofron tani zoti Kurti, disa pozita në qeveri, të cilat në fakt mas disa jave edhe mund t'i marrë. Ka edhe marrëveshje të tjera ku LDK-ja potencialisht mund ta marrë pozitën e presidentit, edhe kjo konsideroj që është një balancë e pushteteve për Kosovën, dhe atëherë natyrisht që do e konsiderojmë me shumë seriozitet. Po ajo që ka mund të them është që kategorisht jam kundër shkurjes prap në zgjedhje dhe jam për një marrëveshje të mirë, e cila është marrëveshje e mirë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, sepse lidhja demokratike e Kosovës gjithmonë ka pas në interesin e Kosovës dhe kështu konsideroj që duhet jetë. Duhet mbizotroj dhe t'i mbivendoset secilit interes personal. Pranoni ju pozitën e qeverisë të udhëhequr nga Kurti? Jo, absolutisht, asnjëherë. Urdhrani? Nuk kam informacione, nuk e di këtu. Unë konsideroj që marrëveshja duhet bëhet në parime, mandej kryetari i LDK-s duhet kthehet në grupin parlamentar dhe të shoh se kush nga kandidatët i ka numrat. Faleminderit.